Yasir Hasani u përgjigjet zërave për një transferim të mundshëm te Yokohama. Është sekret, por unë jam ende lojtari i Guangzhou. Ansori shqiptar që po luan në kampionatin e Koresë së Jugut i ka hedhur benzinë zjarrit në lidhje me largimin e tij gjatë verës, duke konfirmuar se po merr oferta të shumta teksa Yokohama Marinos i Japonisë është një ndër palët e interesuara. Pas barazimit 2-2 me Daejeon, Hasani u drejtua shkurtimisht mediave koreane në zonën mix. Kur u pyet drejt për një transferim të mundshëm, 30 vjeçari u përgjigj me një buzëqeshje. Është sekret. I shtyr më tej ai shtoi në mënyrë misterioze. Jam këtu tani, përpara se të theksonte angazhimin e tij ndaj Guangzhous për momentin. Megjithatë, prapas skenave, një lëvizje duket gjithnjë më e pashmangshme. Raportet e mediave japoneze sugjerojnë se Yokohama, që aktualisht po kalon një nga sezonat e veta më të këqija në kampionat, po shtyn fort për nënshkrimin e Hasanit, por ansori e bëri të qartë se ekipi japonez nuk është i vetmi në ndjekje të tij. Nuk është vetëm një klub që ka bërë ofertë, konfirmoi ai pas ndeshjes. Guangzhou aktualisht në hetim disiplinor për shkelje të rregulloreve financiare të K-League thuhet se po përgatitet të ndahet nga Hasani këtë verë. Me vetëm 6 muaj të mbetur në kontratën e tij, afati kalimtar po mbyllet për të rikuperuar një tarifë të konsiderueshme transferimit të vlerësuar në 660.000 euro. Një përfaqësues i klubit pranoi se negociatat ishin duke u zhvilluar, duke deklaruar: "Klube të tjera janë në bisedime me ne, tarifa ka të ngjarë të jetë më e ulët se ajo që u diskutua në dimër", tha ai, duke kujtuar se në dimër flitej se për Hasanin kërkoheshin 1.5 milion euro. Pavarësisht spekullimeve të shumta për transferime, Hasani bëri një paraqitje të shkëlqyer kundër Daejeon, duke shënuar një gol dhe duke asistuar një tjetër. Goditja e tij me këmbën e majtë zgjidhi rezultatin dhe një pasim i zgjuar i dha mundësi Parkut të shënonte golin e dytë të Guangzhous. Tekniku kryesor Lee Jung-hyo ofroi një vlerësim të çuditshëm të humorit të shqiptarit. Hasani duket se është me humor të mirë kohët e fundit. Pse? Mendoj se do ta dim së shpejti. Kur u informua për vërejtjet e trajnerit, Hasani u përgjigj: "Kam qenë në presion pasi nuk kam luajtur për ekipin kombëtar, por kthimi në Guangzhou më ka qetësuar. Ndihem rahat këtu dhe kjo më ndihmoi të performoj mirë. Jam ende këtu. Nëse qëndrojmë të përqendruar, Guangzhou mund të ngjitet përsëri në garën për Championsin e Azisë. Ne e kemi cilësinë."